Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Kosovës vijon përpjekjet për të shmangur zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes së Vendosje, Albin Kurti mandatoi Glauq Konjusën për krijimin e kabinetit të ri qeveritar. Pas diskutimesh të zgjeruara e të thelluara në kryesinë e lëvizjes son, unë do të propozoj sekretar i lëvizjes vetëvendosje që jam, që mandatin e dytë për krijimin e qeverisë t'ja japim nën kryetarit, aktivistit, shokut e mikut ton të afërt e fort besueshëm Glauq Konjusa. Para antarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes së Vendosje, Kurti tha se ky propozim synon të shmangë që vendi të shkojë në zgjedhjet e reja. Le të vazhdojmë me kabinetin e njëjtë që kam propozuar. Unë marr vendin e Glauqut e Glauqu timin, siç edhe jemi dakorduar mbrëm në kryesi bashk. Le të votohet më pas buxheti i shtetit e buxhetet komunale, le të votohet plani i rritjes së bashkimit evropian për fonde të vlefshme, le të bëhen disa punë të domosdoshme e pastaj shkojmë në zgjedhje. Albin Kurti, si udhëheqësi i partisë fituese të zgjedhjeve të 9 shkurtit më 26 tetor, dështoi të merrte mbështetjen e kuvendit për formimin e ekzekutivit. Partia e tij ka fituar zgjedhjet e 9 shkurtit, por nuk ka siguruar ulse të mjaftueshme në kuvend që do t'i mundsonin që të formonte qeverinë pa bashkëpunim me partitë e tjera. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, PDK-ja ka fituar 24 ulse, LDK-ja 20, Alianca për Dëmërinë e Kosovës 5 dhe 3 deputet ka Nisma Social-Demokrate, që në zgjedhje garojnë në listë përbashkët me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Lista serbe ka 9 nga 10 ulse të garantuara për minoritetin serb, një ka partia e Nenad Rashiqit dhe 10 ulse të tjera i kanë fituar përfaqësuesit e minoriteteve të tjera. Glauq Konjusa pranon mandatin nga Albin Kurti në përpjekje për formimin e qeverisë së re. Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, ish kryetari i Kuvendit Kosovës tha se me përulje pranon këtë për qenë shërptor interesit publik. Me përulje dhe obligim më duhet ta pranoj këtë nominim të Këshillit të Përgjithshëm për mandatar kryeministri. Këtë e bëj si thirrje nga detyra, e cila na shndron në shërptor të interesit publik. Për Konjusën, përmes këtij vendimi do të kërkohet shmangja e 2 palë zgjedhjeve të mundshme brenda 3 muajsh dhe votimi i buxhetit për vitin 2026. Cili është interesi më i thellë publik i popullit dhe shtetit tonë në situatën ku ndodhem? Lëvizja Vetëvendosje e ka definuar këtë interes në 2 shtylla në rrethanat aktuale. Së pari, shmangja e 2 palë zgjedhjeve të mundshme brenda 3 muajsh, dhe së dyti, votimin e buxhetit për vitin 2026, pa të cilin rrezikohen dimensionet vitale të qytetarëve tanë, prej mbi 80.000 pagave të sektorit publik, pensionet e shtesat e fëmijëve sipas rritjeve të planifikuara, e deri te projektet ekzistenciale për shoqërinë tonë. Deklaroi Glauq Konjusa. Glauq Konjusa nga Lëvizja Vetëvendosje merr mandatin e presidentes Kosovës për formimin e qeverisë së re. Vjosa Osmani deklaroi para mediave se kushtetuta e detyron të mandatojë një tjetër kandidat të mundshëm për kryeministër që garanton shumicën e votave të deputetëve. Pra diskrecioni i krejut të shtetit janë shprehje vetëm në rast se ka më shumë se një propozim. Në rast se më shumë se një parti kërkojnë që ta kenë mandatarin. Në rastin konkret, nuk kemi propozim tjetër nga një subjekt apo koalicion, përveç propozimit që ka ardhur nga partia e parë për të mandatuar zotin Glauq Konjusa. Sipas kushtetutës, mandatari ka 15 ditë afat për t'i prezantuar kuvendit për bërjen e re të ekzekutivit, që duhet të marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për të zgjedhur. Mandatimi i zotit Konjusa është gjithashtu në përputhje me përgjegjësinë tjetër, të cilën gjykata kushtetuese ja ka dhënë presidentës në po të njëjtat aktgjykime. Respektivisht, përgjegjësinë që presidentja të ruajë stabilitetin e vendit duke shmangur zgjedhjet. Ky është një detyrim i përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, nuk parashikon ndonjë mundësi bashkëpunimi me partitë e tjera opozitare. Sipas Kurtit, me këtë vendimarrje do të krijohet mundësia që partitë të dëshmojnë si interesi i shtetit është mbi interesin partijak. Ne dërguam tek zonja presidente e Republikës, Vjosa Osmani, emrin e Glauq Konjusës, ish kryetarit të kuvendit, nën kryetarit parë të subjektit ku jam kryetar, që të bëjmë edhe një tentim për formimin e qeverisë, në mënyrë që mos të ketë 2 palë zgjedhje për pak muaj, dhe përveç kësaj, me qenë se opozita po thotë se kurse si nuk pranon të votoj buxhet të qeverisë në detyrë,
ndonë se ne e kemi bërë këtë kur ishte kryeministër Abdullah Hoti, atëherë ja leta kemi një qeveri e cila nuk është më në detyrë, po e votuar në Kuvend të Republikës dhe le ta kalojmë buxhetin. Po të ishte parakusht gjashtën e nënshkrime që të tentohet herën e dytë të formohet qeveria, nuk do të kishte pasur kuptim afati 15 ditor i cili ekziston për herën e dytë. Abelar Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës deklaron se nuk ka vot për Glauk Konjufsën si kryeministër. Ai nënvizoi se 10 herë në votime të ndryshme është dëshmuar se lëvizja vetëvendosje nuk ka partner dhe nuk ka arritur ta formojë një shumicë parlamentare, qoftë me mandatimin e ish-kryetarit të kuvendit. Vota ndaj tij është vot ndaj Albin Kurtit, pra nuk dallon asgjë, tha Tahiri. Për ne si kryeministri Kurti që është në ikje ashtu sikurse kryetari Konjusa janë të njëjtët, nuk i dallojmë, nënvizoi deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës refuzon projektin e vetëvendosjes për krijimin e një qeverie me Glauk Konjufsën kryeministër në vend të Albin Kurtit. PDK kërkon të jepet fund zvarritjeve dhe zgjidhja e vetme sipas saj mbeten zgjedhjet e reja të parakohshme. Në komunikatën për media nga PDK thanë se çdo tentativë për t'i dhënë sërish mandatin kësaj partie do të përbënte humbje kohe, zvarritje të panevojshme dhe thellim të mungesës së besimit në institucione. Aktualisht zgjidhja vetme e drejtë demokratike janë zgjedhjet e reja të parakohshme që do t'i kthejnë sovranitetin qytetarit të Republikës Kosovës të drejtën për të vendosur drejtimin e ardhshëm të vendit, si dhe për t'i dhënë legjitimitet institucioneve të reja, thuhet në reagimin e PDK-s. Pas propozimit të Glauk Konjufsës për kryeministër reagoi dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në komunikatën e LDK-s thuhet se është bërë qartësi e dukshme për opinionin publik dhe për të gjitha subjektet parlamentare, se asnjë parti politike nuk e zotëron shumicën e nevojshme parlamentare për të formuar qeverinë e re. Në këto rrethana sipas saj, shtyrjet procedurale dhe interpretimet e stisura vetëm sa thellojnë pasigurinë politike dhe dëmtojnë besimin e qytetarëve në institucionet e Republikës. Mandati për qeverisje u takon qytetarëve, le ta thonë fjalën e tyre në zgjedhje të lira dhe të drejta, apelon Lidhja Demokratike e Kosovës. Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është kundër mandatit të Glauk Konjufsës si kryeministër. Deputeti i Aleancës Dauta Haradinaj tha se presidenti Osmani është duke vepruar në shërbim të Albin Kurtit. Sipas Haradinajt, Osmani ka vendosur të kryejë favore për Kurtin duke e mësuar atij që zgjedhjet të mbahen në fund të këtij viti. Kundër Konjufsës është edhe kryetari i Nismës. Fatmir Limaj tha se nuk do të votojnë këtë qeveri të propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Sipas Limaj, to veprime të vetëvendosjes janë llogari elektorale për të dielën dhe pas së dielës. Ne nuk i votojmë, këto agenda partijake elektorale s'kan absolutisht asgjë interes shtetëror, deklaroi Fatmir Limaj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon rezultatet përfundimtare për 35 kryetar komunash të dalja nga zgjedhjet lokale të 12 tetorit. KQZ-ja thotë se ky vendim vjen pas konfirmimit se është përmbyllur vendimarrja lidhur me procesin e ankesave për këto komuna, ndërkohë ka nisur zyrtarisht fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve në garën për kryetar komunash që do të zhvillohet më 9 nëntor. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash do të zhvillohet në 18 komuna, si në Gjakov, Gjilan, Dragash, Kaçanik, Klin, Fush Kosovë, Mitrovica e Jugut, Obliq, Rahovec, Pej, Prishtinë, Prizren, Suarek, Viti, Vishtri, Junik, Mamush dhe Klokot. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë kërkon nga Prishtina të bëjë më shumë progres në drejtim të luftës kundër korrupsionit dhe lirisë së shprehjes. Në një konferencë të përbashkët përshtyp me kryeministrin Albin Kurti, Ajavo Orav, teksa bëri një përmbledhje të shkurtër të progresit, nënvizoi fushat ku reformat nuk janë përfunduar. Sipas tij, duhet bërë më shumë në luftën kundër korrupsionit që vendi të ketë një treg konkurrues dhe një administratë funksionale. Liria e shprehjes duhet të përmirësohet, duhen ligje të reja për komisionin e pavarur për mediat dhe për buxhetin për transmetuesin publik dhe po ashtu tha se është urgjente që të miratohet strategjia kundër korrupsionit sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ajo ndalë tek përparimi i vendit në 6 fusha kryesore. Functioning of the judiciary, capacity to cope with competitive pressure and market forces, social policy and employment, transport policy, food safety and external relations. Funksionimi gjyqësor, zhvillimi social, politikat e transportit, siguria e ushqimit, marrëdhëniet me jashtë dhe ndërtimi i kapaciteteve institucionale, deklaroi Ojavo Arav. Duke folur për masat ndëshkuese të vendosura nga bloku në vitin 2023, Orav konfirmoi heqjen e tyre graduale. From May this year, the European Commission has taken the first steps to gradually lift the measures. The next steps remain conditional on sustained de-escalation in the north. The Commission intends to further lift these measures, provided
an orderly transfer of local governance in the north when it's achieved and following the local elections and de-escalation should be sustained. Ato kanë nisur që në maj të hiqen në mënyrë graduale, megjithatë përheqjen e tyre duhet bërë transferimi i pushtetit lokal në veri pas përmbylljes së zgjedhjeve lokale dhe uljes së tensioneve. Në lidhje me stabilitetin politik, ky vit konsiderohet i humbur për Kosovën. And in this regard, unfortunately, it has been a lost year. Deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajavo Orav. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Ojavo Orav, tha se shpreson që së shpejti Kosova të ketë një qeveri të re në mënyrë që të punohet me të për të zbatuar rekomandimet e raportit të progresit për këtë vit. Gjatë një konference për mediat pasi dorëzoi raportin e progresit kryeministri i detyrë Albin Kurti, Orav tha se për shkak të ngërçit politik, Kosova e humbi një vit. Let me say it very clearly. To help you to progress on the European Union integration path, we need partners. We need a government to cooperate with, a government leaning on a strong majority in the Assembly, able to advance fundamental freedoms for the benefit of the people of Kosovo. Le ta themi qartë, për t'ju ndihmuar ju që të bëni përparim në integrimin evropian, na duhen partner, na duhet një qeveri me të cilën do të bashkëpunonim me një shumicë në kuvend, e cila është e aftë të përparojë liritë themelore në të mirë të popullit të Kosovës. Në këtë drejtim, fatkeqësisht ka qenë një vit i humbur, deklaroi Ojavo Orav, ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Rio Terras, e përshkroi vitin e kaluar si të trazuar dhe u bëri thirrje institucioneve të Bashkimit Evropian të heqin masat kufizuese. Ai theksoi se Kosova ka treguar qëndrueshmëri dhe përkushtim duke ruajtur rendin publik, paqen dhe vazhdimsinë demokratike dhe se është e gatshme të bashkëpunojë me institucionet evropiane. Ne duhet të përgjigjemi me të njëjtin guxim dhe qëndrueshmëri politike të Terras. Raporti i progresit përdoret si bazë për vendimet të ardhshme të Bashkimit Evropian lidhur me integrimin e Kosovës. Aktualitet. Presidentja e Kosovës kërkoi reagimin e institucioneve ndërkombëtare për plagosin dhe më pas rrëmbimin nga Xhandarmaria serbe në Leposavić, të një shtetasit Kosovës me kombësi serbe. Përmes rrjeteve sociale, Vjosa Osmani deklaroi se kjo ngjarje është një dëshmi shtesë e qasjes së saj hegemoniste, ku çdo qytetar që guxon të flasë të vërtetën rreth regjimit autokratik të Vučićit sulmohet dhe torturohet në mënyrën më barbare të mundshme. Mëtej ajo shkruan se bota demokratike duhet të reagojë të ndalojë këto sulme të Serbisë, që kanë për qëllim rrezikimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin tonë. Policia e Kosovës konfirmoi se një serb dyshohet se është plagosur në zonën e Leposavićit dhe më pas është rrëmbyer nga Xhandarmaria serbe. Ngjarja ndodhi në datën 1 nëntor, brenda territorit të Republikës së Kosovës në afërsitë e Leposavićit, në vendin e quajtur Pika Zero në mes të Republikës Kosovës dhe Serbisë. Pas hetimeve të ndërmarra ka rezultuar se disa persona të maskuar kishin hyrë në territorin e Republikës Kosovës duke e plagosur dhe rrëmbyer viktimën. Më pas ata e kanë dërguar me një autoambulancë në drejtim të qytetit të Nishit në Serbi. Për rrëmbimin e një serbi në territorin e Kosovës reagoi ministri i detyrë i punëve të brendshme. Xhelal Zveshla tha se Serbia po vazhdon me veprimet e saj destabilizuese ndaj Kosovës, duke cënuar hapur integritetin territorial. Ky është një akt i përsëritur dhe i pandëshkuar 2 vite më parë. Pjesëtar të njësive speciale të Serbisë hyn brenda territorit ton dhe rrëmbyen 3 pjesëtar të policisë son, pas kësaj ndodhi sulmi terrorist në Banjsk. Në anën tjetër është e vazhdueshme politika e terrorit dhe dhunës që ajo ushtron në vazhdimsi me figura që nuk pajtohen me politikat agresore të Aleksandar Vučićit, shkruan Xhelal Zveshla. Ai pashtu deklaroi se kjo qasje agresive dhe provokuese e Serbisë është e papranueshme. Misioni NATO-s në Kosovë konfirmoi se është në dieni rreth njoftimit të policisë se një serb i Kosovës dyshohet të jetë plagosur dhe rrëmbyer nga Xhandarmaria e Serbisë brenda territorit të Kosovës. Në deklaratën e saj, KFOR konfirmon se situata e sigurisë në vijën kufitare administrative është e qetë. Policia e Kosovës ka nisur hetime dhe vazhdon të jetë në kontakt të ngushtë me disa entitete përfshirë KFOR-in, është thënë në përgjigjen e këtij misioni, ndërsa autoritetet në Serbi nuk kanë reaguar rreth kësaj ngjarje. Ish presidenti Hashim Thaçi do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese të dhomave të specializuara në Hag. Ky hap vjen pasi gjykata e apelit refuzoi mocionet e paraqitura nga mbrojtja për veçimin e procedurës dhe kundërshtimin e vendimit për konfirmimin e akt akuzës ndaj tij, duke vlerësuar se ato nuk bien ndesh me jurisdiksionin e dhomave të specializuara. Vendimi i apelit u mor më 28 tetor 2025, por mbrojtja pretendon se ky vendim nuk ka adresuar shkeljet e pretenduara të drejtave të Hashim Thaçit. Për këtë arsye, ekipi i mbrojtjes njoftoi se do të përdor të drejtën për t'u drejtuar kushtetueses përpara se çështja të kalojë për shqyrtim nga trupi gjykues.
Qeveria shqiptare rikonfirmon mbështetjen për ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ministria për punët e jashtme dhe Europën Elisa Spiropali takoi në paraburgimin e gjykatës speciale në Hag ish presidentin Hashim Thaçi. Më vjen mirë që gjeta presidentin Thaçi në gjendje të mirë, ndiqte zhvillimet në Shqipëri edhe në Kosovë, sigurisht me dëshirën për të parë dy vendet tona sa më mirë. Përmes rrjeteve sociale, ministria Spiropali apelon për një proces të rregullt dhe të drejtë ndaj shkrerëve të UÇK-s. I shpreha mbështetjen e Ministrisë Jashtme të Qeverisë Shqiptare të Kryeministrit Rama për një proces të rregullt dhe të drejtë, i cili në fund të prodhoj drejtësi historike dhe jo padrejtësi historike. Ne urojmë shumë që ai vendim i pjekurisë shtetërore të Kosovës për të votuar dhomat e specializuara dhe gjykatën speciale të mos kthehet në të kundërtën e vet, por të respektoj procesin e rregullt ligjor, të drejtat e njeriut. Ishte Elisa Spiropali, ministre e jashtme e Shqipërisë. Ekonomi. Oda ekonomike e Kosovës akuzon zyrën e rregullatorit për energji se ka dëmtuar interesat e bizneseve. Kryetari i saj Lulzim Rafuna pas seancës gjyqësore ku diskutua procesi i liberalizimit të tregut të energjisë, pretendon se procesi nuk ka shkuar në përputhje me ligjin dhe direktivat europiane. Sipas tij, bizneset janë dëmtuar materialisht me veprimet e zyrës së rregullatorit për energji. Kështu që ne pato mundësinë me argumentu edhe nga pjesa ligjore se si nuk kanë qenë aktet ligjore në rregull në përputhje me dispozitat ligjore në Republikën e Kosovës, po ashtu edhe procesi i liberalizimit, njoftimi i zyrës rregullatorit të energjisë elektrike, si ka shkaktuar efekt material, ndikim negativ te biznesi dhe si ka dëmtuar bizneset. Avokati i Odës Ekonomike të Kosovës, Ekrem Hoxha, deklaroi se vendimet e zyrës kanë favorizuar operatorët të caktuar privat dhe nuk kanë garantuar konkurrencë reale dhe furnizimin e dur me energji elektrike për konsumatorët. Banka Qendrore e Republikës Kosovës i vlerëson si pozitive veprimet e Komisionit Evropian për sektorin financiar në raportin për Kosovën për vitin 2025. Në këtë raport theksohet se sektori financiar i vendit ka ruajtur qëndrueshmëri të lartë, rritje të kapitalizimit dhe avancim të dukshëm në parafrimin me standardet të BE-s. Sipas raportit, sektori bankar i Kosovës vazhdoi të zgjerohet me ritme të qëndrueshme duke ruajtur nivelet e mjaftueshme të kapitalit dhe likuiditetit. Në të përshëndetet rritja e kapitalit rregullator të bankave mbi minimumin e kërkuar, ndërsa raporti i kredive jo performuese mbeti në nivelin historikisht të ulët. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.